Princesha Diana e dëgjoi princin Charles teksa zhvillonte një bisedë vulgare intime me Camilla Parker Bowles në tualet, ku sipas princeshës së Walesit, më banalja mes të dyve dukej të ishte atëherë dashura e bashkëshortit të saj. Deklaratat janë pjesë e xhirimeve të papublikuara më parë në të cilat Diana flet hapur për divorcin dhe romancën e përfunduar keq me princin Charles. Ato do të publikohen të dielën në mbrëmje në kanalin 4. Duke folur për Peter Settlen, një aktor që ndihmonte Dianën të perfeksiononte oratorinë e saj, dhe për një kameraman anonim, princesha nxjerr në shesh vite të tëra sekretesh mbretërore gjatë regjistrimeve prej 12 orësh. Xhirimet janë realizuar mes shtatorit të 1992 dhe dhjetorit të 1993, pikërisht gjatë kohës së divorcit mes të dyve. Videokasetat u zhdukën nga apartamenti i Dianës në pallatin Kensington pas vdekjes së saj në 1997, por u zbuluan 4 vite më parë në apartamentin e ish shërbyesit të saj Paul Barrell. Settlen luftoi një betejë të ashpër ligjore për të rimarrë videokasetat, që më në fund ju dorëzuan në shtator të vitit të kaluar. Siç mësohet prej tij, Diana e kapi në flagrancë Charlesin dhe Camillën teksa zhvillonin atë që e quan seks në telefon, e ku e dashura e princit ishte më e pacipa. Diana flet gjithashtu për dëshirën e saj për të penguar kthimin e Charlesit në mbret, duke preferuar që vendin e tij ta azinte djali më i madh i çiftit, William. Kjo nuk është hera e parë që dalin në dritë detajet e jetës private të princit Charles. Në 1992 u publikua transkripti një bisede shumë personale me Camillën, që turpëroi familjen mbretërore.